Në kuadër të ditës së inovacionit, investimet në teknologji dhe zhvillim po japin ndikim të dukshëm edhe në institucionet arsimore në Shkodër. Gjatë viteve të fundit një fokus i veçantë është kushtuar modernizimit të shkollave, ku tashmë 10 prej tyre janë pajisur me laborator inteligent Smart Lab, ndërsa 4 të tjerë janë të kompletuar me elemente avancuar të teknologjisë së informacionit. Synimi i autoriteteve është që çdo shkollë të pajiset me tableta inteligjente Smart Board, duke krijuar kushte bashkëkohore për mësimdhënie. Kemi 10 shkolla që kanë Smart Lab, kemi 4 shkolla që kanë element IT, gjithashtu në vlen të përmendet se po bëhen investime të fuqishme që gjitha shkollat të pajisen edhe me Smart Board apo tabelat interaktive. Inovacioni nuk lidhet vetëm me teknologjinë, por teknologjia është një fushë e rëndësishme që nxënësit të krijojnë qasje të reja për zgjidhjen e problemeve. Ndërkohë, inovacioni nuk mbetet vetëm në infrastrukturë, por reflektohet edhe në idetë dhe projektet e vetë nxënësve. Vetëm pak javë më parë, Gjimnazi Jordan Misja u evidentua për një projekt inovativ që synon parandalimin e përmbytjeve, një problematikë e ndjeshme për zonën. Sistemi jonë funksionon të pas 3 sonda në puset, cilat janë të lidhura me 2 paketa rele, që janë të lidhura me dritat përkatëse. Drita e parë është e lidhur me sondën e parë që tregon nivelin minimal, është 29 cm këtë rast. Drita e dytë tregon nivelin mesatar, edhe është e lidhur me sondën e dytë, pra kur uji rritet dhe arrin te sonda e dytë nëse drita e dytë, dhe kur uji rritet edhe has sondën e tretë nëse drita e tretë, e cila tregon nivelin alarmant, pra puseta rrezikon të përmbytet. Ky angazhim tregon se të rinj po bëhen gjithnjë më aktiv në zgjidhjen e sfidave reale përmes ideve kreative dhe përdorimit të teknologjisë. Në një kohë kur zhvillimi teknologjik po avancon me ritme të shpejta, këto iniciativa dëshmojnë se ardhmja po orienton gjithnjë më shumë drejt inovacionit.